Dhe ne do të arrim të sepse e kemi arritur në këshillat bashkiak dhe do të arrim edhe në parlament. Ky që del sot kundër këtu është kundër barazis gjinore në Republikën e Shqipërisë. Ky është kundër grave në parlament, ky është kundër grave në këshillat bashkiak. Sa i përket namusit, o namusjar, ngre e kokën, sa më se ti, pushoti, e kam me atë. Zoti Balliu mos pengoni. Ngre e kokën namusjar, ngre e kokën, o Sali, ngre e kokën. Ju të rejqë vëmendje si pas regulores të 164, Zoti Balliu. Sa i përket përkatësisë shumë fisht. Gënjeve, se nuk ka të bëj fare, dhe ne kemi rregulluar bazuar në parimet e ligjit të antidiskriminimit. Po ti je një gënjeshtar, sepse ti nuk e di fare dhe nuk ka përkatësi shumë fisht gjinore. Por motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumë fisht është kur un jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia e shumë fisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle. Dhe kjo është përkatësia e shumë fisht. Por namusjar, burracak, të cilët kështu është shkruar sepse është e referuar sipas ligjit që ke votuar zotrote. Lexoje. E themi shumë qartë, përkatësia e shumë fisht sipas përcaktimeve në ligjin për antidiskriminimin. Prandaj, zoti kryetari i Kuvendit, unë ju mirëkuptoj që ju nuk e përballoni dot, po unë ju them të drejtën, këtë gjë që këtu ndodh unë nuk e pranoj dot. Kur flet dikush nga këta, asnjëri prej nesh nuk flet. Kurse është njëri, janë dy këtu që lehin, se unë të cilët nuk e pranoj dot. Nuk e jo patjetër. Sepse këtu o vjet një rregull, dhe ua kam thënë 100 herë, këtu o vjet një rregull, kur flasim ne, dhe kur flisni ju. Tani, sa i përket kalendarit, sepse kalendari për ne është më i rëndësishëm. Kalendari është më i rëndësishëm. Ti ta tregoj unë, sepse, por mos bëja të zhurmën që bën nëpër studio. Tani, sa i përket buxhetit. Zonja Zotriu a tham, ky është buxheti më i madh në historinë e vendit. Sa për ta krahasuar, se ju matematikën e keni nga ish kryetari, jo nga ky, po dhe ky 3 herë më i madh sotrote ky buxheti se buxheti që leti kur i ke. 8.9 miliard euro që ti nuk e imagjinoje dot. Tani për çfarë do votoni kundër ju se dëgjova njërin? Për çfarë do votoni kundër? Do votoni kundër 130 milion euro për rimbursimin e medikamenteve. Pra ato do votoni kundër. Do votoni kundër 100 milion euro të tjera shtesë te buxheti pensionit. Pra ato do votoni kundër. Shko thuaja gjyshes tënde. Thuaj gjyshe jam kundër rritjes pensionit tënd. Guxo dhe thoja gjyshes. Për çfarë do votosh ti kundër? Për çfarë? 820 milion euro buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si asnjëherë tjetër në historinë e këtij vendi. Pra ato do votoni kundër. Dilni dhe përtisni për kitë. Duam ilacet e onkologjikut. Votojni pra buxhetin, sepse e kemi dyfishuar. Për çfarë do votoni ju kundër? Ju që asnjëherë në historinë e këtij vendi nuk e keni dashur atë dhe unë tuaj dhe jo e kam për atë. Sepse e keni tradhtuar sa herë ju është dhënë. O, pranaj të paguan ty për doratërkitje se vetë e dijaj. Se unë flasë për atë, ti e kupton kur del nga salla. 580 milion euro buxheti mbrojtjes. 580 milion euro ose 10 herë më i madh se sa buxheti mbrojtjes kur ikët ju nga ky vend, nga qeverisja e vendit. Prandaj ftesa jonë është që të votoni buxhetin, pavarësisht se ka një rregull të pashkruar në politikë, që nëse ka 2 gjëra për të cilat ndahet majoranca me qeverinë, është që opozita voton kundër buxhetit dhe opozita voton kundër përbërjes qeverisë. Dhe se më kujtua dhe për të kthyer për t'i vënë kapakun kësaj historisë së ligjit për barazinë gjinore, unë e di që
Saliu i urren gratë, nuk i do t'i ketë në politikë, por nëse do të kishit minimumin, në minimumin e sinqeritetit, përballë njerëzve, përballë atyre, edhe se përmendë këtu dhe komunitetet gënjeshtar. Po, jo, fare. Komunitetet i kishim kuvend. Të mbaroj fjalin. Një minut, kishit propozuar qoftë dhe i propozim. Asnjë propozim nga ana juaj. Asnjë propozim, asnjë amendament nga ana juaj, se këtu në parlament bërtisni, kurse në për tavolina na thoni jemi dakord, po s'kemi çfarë bëjmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Jo, nuk ka diskutim tani, sepse jemi uluni t'ja sqaroj. Uluni ta sqarojmë. Ta sqarojmë pra ulu. Nuk ja jap dot për replik pa mbaruar fjalën. Dakor? Okej, faleminderit. Tani në bazë të neni 64 të rregullores, zoti Klevis Balliu mori masën të reqe vëmendje. Për shkak të përsëritjes të hyrjes rregullores, zoti Klevis Balliu merr masën vërejtje. Neni 64 fraksion 1. Masën e tërheqjes vëmendjes, sipas neni 64 e merr edhe zoti Gens Razimiri dhe zoti Flamur Noka. Shumë faleminderit. Fjala për zotin Sali Berisha, replik 2 minuta. Dakor. Ju lutem mos flisni nga vendi dhe lejoni tjerët mbajnë fjalën. Hedh poshtë me përçmim trillimin e parafolsit, sepse në fjalën time nuk kam fyer dhe nuk fyej. Asnjë ambasador as përfaqësues të huaj, por i kam kërkuar zotërisë ti tu paraqes shqiptarëve me qenë se i ka lejuar vetes të ndërhyj në procedurën e brendshme të parlamentit, dhe këtu s'ka të keq, tu paraqes shqiptarëve cila direktive europiane bën fjalë për përkatësi të shumëfish gjinore, për gjini me diversitet të gjërë. Kjo e para. Së dyti, nuk ka njeri që respekton më shumë ambasadorë se unë. Por duhet më shumë vendin tim dhe kombin tim. Kur një ambasador dilte në kratë Sajmir Tahirit në kulmin e kanabizimit dhe lavdonte policinë për punën e jashtëzakonshme të Tahirit në luftën kundër drogës, sigurisht mbështeste themelimin dhe krijimin e narkoshtetit dhe unë s'mund mos e denoncoja atë. Kur një ambasador blinte vilen me 4.300 euro metrin katror aty ku ishte 1.300 metër, natyrisht nuk mund mos e denoncoja atë si hajdute dhe faktoj ai denoncimi shërberi Komisionit Evropian dhe përgjegjësi i Olafit që u korruptua prej vllahicës la detyrën dhe bëri dhe burg. Pra, vetëm fjalin, mbaroni fjalin. Mbrojnë interesa personale. Kështu që unë as i kam lejuar si lejoj vetes të fyej një ambasador, por do mbroj dhe kam mbrojtur në mënyrë të palkundur interesat e shqiptarëve, interesat e vendit tim. Faleminderit zoti Berisha. Tani procedura e miratimit të kalendarit është shumë e